Pak javë më parë, një pandehur për korrupsion kërkoi në gjykat ndihmën më të paprecedent. Një ish-ministër Ilir Beqaj kërkoi ndihmën e një kolege të tij të re ministre për shqyrtimin e dosjes së tij voluminoze e Timoren Spak. Kolega e re quhej Djella. Kërkesa e Beqës duke si provokim, por Djella është një personazh serioz. Ajo e nisi karrierën si call center, por sot është jo thjesht një ministre e qeverisë Rama 4, por e famshme thuajse sa shefi i saj bile për te kufive të Shqipërisë, ajo bëj lajm botror, si ministra e parë virtuale në Ruzu. Ngjarja sigurisht bëri buj pasi vinte nga Shqipëria, një vend ku interneti u fut si një liri e mohuar vetëm në vitet 90, thuajse njëkohësisht me lirinë e lëvizjes apo të pasjes së makinave private. Një vend ku ende sot Apple nuk ka një dyqan real dhe as virtual, ku pagesat cash ende mbizotrojnë mbi ato digjitale dhe ku sistemi i dhënave ende nuk e ka marrë veten nga një sulm hackers ndërkombëtar në verën e vitit 2022. Dhe nuk ishte hera parë që termi Shqipëri dhe shqiptar përmendeshin së bashku me përmendjen e inteligjencës artificiale. Nëna e ChatGPT është një vlonjate, Mira Murati, një vajzë vlonjate e ardhur në Amerikë nga imigracioni, e cila bëri buj së fundmi duke ikur nga kompania që krijoi dhe duke refuzuar më pas ofertën miliarda dollarësh për të bashkuar me Mark Zuckerberg. Ajo tani po krijon një kompani të saj, por thonë se është edhe pas Djellës dhe asistencës ndaj shtetit shqiptar, i cili po kërkon që Djella të na ndihmojë në kohën e humbur në këto 35 vjet në rrugën tonë drejt Europës. Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Por puna është, a jemi dhe ne gati? Dhe për më shumë, a është bota gati për këtë fazë thuajse distopike të revolucionit teknologjik? Sigurisht inteligjenca artificiale vdes burokracinë, shkurton kohë dhe kosto, por sa e saktë është ajo? Dim që ajo mëson shpejt, por në kohë bën dhe gabime. Dhe nëse gabimet në përkthime tolerohen, sa është marzhi i tolerimit në një operacion në tru? Po në komandën që mund të marrë një predh apo raket, sa besim duhet kemi ne tek një makinë për çuar pa shofer fëmijët tanë në shkollë? Dhe për të kthyer Djellës në fund fare, kush e komandon atë? Në diskutim janë parimet demokratike, morale dhe filozofike të shoqërisë moderne, e cila po është e prirur drejt zbulimeve revolucionare dhe të panjohurës, por e panjohura ka rrezikjet e saj, dhe a jemi ne gati që të pranojmë ato në emër të zhvillimit? Për këtë do të flasim sonte, sikje. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story për të folur sot për ndoshta temën më të klikuar, më debatuar, më diskutuar, temi më të përdorur në celularet tonë, pikërisht për inteligjencën artificiale. Sot kam kënaqësinë të kem një panel shumë interesant. Arseida Gjyli, pedagoge e eksperte në shkencave politike, mbrëmë Arseida, kënaqësi të kem program. Po nis me zonjat. Elna Cano, mjekë dermatologe, mbrëmë Elna, kënaqësi. Kam në panel Florenc Hidrin, profesori i informatikës, mbrëmë Florenc. Dhe mjekun e programit, i cili është shfaqur disa herë këtu dhe ka folur sigurisht për këtë çështje, Armand Mertenika, inxhinier fizikan. Përshëndetje Koli dhe kënaqësi që janë pranë jush për këto tematika interesante. Dhe të falenderoj që shpeshherë na motivon me tema të tilla, të cilat janë pa diskutim super interesante dhe super aktuale, do të thonë. Po, sigurisht. Sidomos në Shqipëri me atë që ndodhi. Megjithatë mund të nis me këtyre provokative për ty. Ti më shumë komunikon me inteligjencën artificiale apo me njerëz fizik në telefon? Me thënë të drejtën, sot ta shikosh, e di çfarë ndodh, shumë e çuditshme realisht, sepse kjo inteligjencë artificiale, kjo ChatGPT-ja dhe kjo që unë përdor ky aplikacion Rico Pilot është bërë shumë interaktiv. Domethënë duket fiks sikur ke pikërisht pra një njerëz që po të jep domethënë mendime, po të jep çdo informacion kaq konkret. Edhe është bërë shumë e çuditshme realisht. Edhe duket sikur ne po humbim atë konceptin e socializimit që kemi pasur para 15 vjetësh, para 20 vjetësh. Unë për shembull përdor një aplikacion, Copilot apo ChatGPT, edhe e pyet në voice, fantastike fare, jam shumë i habitur. Domethënë edhe shikoj inteligjenca artificiale, patjetër. Inteligjenca artificiale, po mendoj, jetojmë 2025-ën, ka një progres galopant, shumë progresiv. Edhe faktikisht unë ndihem shumë hiperaktiv kjo pjesë. Megjithatë Arseta, kjo është kur ndihesh mirë, që e pyet për gjëra pozitive. Do ta ndjesh që të ndjesh mirë, domethënë të ndjesh. Ideja është zakonisht ti drejtohesh për këshill dikujt, edhe për ku ke problem, ku ke shqetësime të tjera. Në këtë moment, nëse ti drejtohesh GPT-s apo Krokut apo sajt aplikacionet tjera për shumë tjera që kanë lindë dhe po lindin, nuk e di nëse përgjigje që mund të marrësh për tyra gjithmonë ngushëlluese, ndihmuese, aq më tepër kuruse. Se mund të drejtohesh edhe për në varësitë asaj, po patjetër, po në varësitë asaj
se si ti percepton ChatGPT-n dhe për çfarë tematika është ti fokusohesh dhe kjo është shumë problematike në momentin kur në shoqëri kemi të bëjmë me shtresa të ndryshme, sociale, ekonomike, kulturore, të formimit, po themi, në përgjithësi dhe standardi dhe ajo çfarë njerëzit, mënyra si ata e perceptojnë nuk është gjithmonë kjo qasja, siç e thotë Ermandi, pra që ti e din se me çfarë ke të bësh dhe ti e përdor ato për qëllime që japin benefite në punën tënde. Patjetër, ti e përdor në funksion të profesionit tënd, të profesionalizmit, ti drejtohet ChatGPT duke e ditur që ai nuk është një person real, pra nuk është një frymar, nuk është një individ që ty mund të suportoj, po themi emocionalisht. Ndërsa popullata në përgjithësi, duke qenë se nuk e percepton akoma dhe shumë njerëz në studime është e çuditshme që studime psikologjike sot dhe psikologët të cilët janë të shqetësuar pak edhe për rolin e tyre në shoqëri, kishin bërë një sondazh dhe një pyetësor nga ku kishte një përqindje të frikshme, mënyra se si njerëzit e perceptonin atë si një qenie reale, pra nuk ka mundësi që ChatGPT-ja të mos jetë mbrapa saj një njerëz që frymon. Dhe këtu njerëzit në boshsinë e tyre, në përditshmërinë e tyre, në barrën shumë të madhe të stresit, të ngarkesës dhe ata çfarë na la dhe Covidi në një farë mënyre, sot e shikojnë ChatGPT-n si ngushëllim emocional. Dhe duke e parë kështu, kjo është problematike sepse siç e thatë dhe ju tek promo që ishte shumë e bukur dhe interesante, përmbledhse, shpesh herë ChatGPT-ja dhe mund gaboj dhe nëse gabon me një këshill karriere, dhe ishte një meme famshme që qarkullon tani, ku ngrihej pyetja dhe shkonte ti kërkonte llogarit ChatGPT-s pse i dështoi ideja biznesit dhe ChatGPT-ja përjashtonte përgjegjësinë dhe i thoshte dështove ti, jo unë. Pra, kjo është ideja, por nëse ChatGPT-ja dështon për të vënë ty smart. Ja ishte smart, por ideja është që nëse ChatGPT-ja gabon në të dhëniet e një këshille e cila të dëmton ty psikologjikisht, pra të jep recetën e gabuar të ilaçeve, apo të jep ndihmën e gabuar psikologjike, ky është dëm gati pari parushëm. Dhe këtu dalim te Elna pastaj, keni regjistruar rastet e para të tilla incidenteve? Pa diskutim, këtë dhe shatoshë që ne shpeshherë hasem me pacient që vinë me një diagnozë. Gjithmonë çdo person dhe çdo pacient që shfaqet ka një diagnozë e ka parë në ChatGPT. Problemi është që vërtet ai ka marrë një diagnozë, nuk po diskutoj saktë apo e gabuar, por është ajo impakti emocional që ka. Shpeshherë ne hasem me pacientë që janë më shumë të prekupuar, më shumë të shqetësuar me problematikën, sidomos të gjë hasëm të kanceri lëkurës. Shohin një shenjë të vogël dhe mendojnë të gjithë se kanë melanom. Domethënë ka një lloj mbindjeshmërie, qoftë për diagnozë por dhe emocionale. Shpeshherë përfshihet edhe komponenti emocional, sepse duke qenë se shëndeti vihet në faktor kryesor, pikpyetje pa diskutim që dhe impresioni që ata kanë dhe problematika që shfaqen është gjithmonë më e madhe. Sidomos kur flet me doktor, që shkon vizitorësh të tjerë tek për një simptom caktuar, e thotë asnjëherë të mos konsultojë internetin, për shkak se janë faqe të dedikuara dhe të specializuara dhe të licencuara, ku ti mund të shikosh ku dhe aty në fakt kur ti futesh, informacionet janë shumë të rezervuara dhe shumë kujdese, pra gjithmonë thonë konsultohu me mjekun, me doktorin përkatës. Se këtu Florence dalin tek ideja që sa e saktë është inteligjenca artificiale. Pse e them këtë? Nisur nga përvojat e komunikimet e mia personale me shoqërinë virtuale, se e kemi të gjithë tani dhe e testojmë herë pas. Unë jam te momenti që testoj, nuk kam ende një kërkesë reale, nevojë reale, po për momentin po e testoj për shkak të profesionit, por ideja është nuk është që gjë s'ka, le ta themi trosh. Google-i është temi, besoj unë, gjeneza e kësaj gjëje. Pra, nëse ti futesh në Google para temi inteligjencë artificiale, sigurisht aty gjej një informacion të ndërthurur, pra minimalisht të klasifikuar për një çështje të caktuar. Pra nuk është se kjo gjë s'ka funksionuar dhe më parë. Pra mund të quhet bukur sot inteligjencë artificiale, po të paktën nga përvoja ime duket një motor Google i sofistikuar. Nuk e di sa i saktë jam. Atëherë, inteligjenca artificiale nuk është një magjistar që mund të na japë përgjigje për gjithçka. Inteligjenca artificiale janë sisteme të cilët mbas të dhënave që ne i japim, merr vendime, na jep përgjigje, na zgjidh punë. Pra, inteligjenca artificiale, pra që të japim përgjigje dhe atyre gabimeve që bën, është e programuar që të jap përgjigje me se s'bën. Në qoftë se ajo e ka atë përgjigje në bazë atyre dhënave që ka, të jep një përgjigje të saktë. Por nga ana tjetër, duke qenë që nuk është një njerëz që logjikon, e jep dhe përgjigje në bazë të probabiliteteve. Pra thotë që për këtë situatë, probabiliteti më i afërt është kjo përgjigje. Kur ju, siç folëm pak më parë, e korrigjoni, që dhe shiko se
nuk është kjo, ai e verifikon, edhe pastaj në qoftë se kjo gjëja që ju i keni thënë i del korrekte, ju thot po, është e saktë. Plus që ka edhe këtë pjesën që gjithmonë të suportoj, të jetë gjithmonë pozitiv. E ka edhe që është e programuar edhe në mënyrë të tillë që gjithmonë të bëj qefin, thojza, domethënë që okay, jeni në rregull, por përgjigjja e parë, kjo është dhe gabimi që mund të çojë shumë njerëz në rrugë të gabuar. Duke, siç përmendëm, pra, një gjë tjetër janë halucinacionet. Pra, inteligjenca artificiale, nëse nuk e ka informacionin e shpik. Pra, këto njihet me termin halucinacione, ashtu sikurse ne si njerëz kemi halucinacionet, edhe inteligjenca artificiale ka halucinacionet e veta. Halucinacionet një kohën kontrollohen. Po, kush është, pra, këtë inteligjencën artificiale si e kuron? Kjo kurohet e para herë duke i dhënë sa më shumë dhëna, dhe e dyta në rastin konkret ajo që duhen eduku njerëzit është sidomos për këtë gjë shumë sensitive të pyetet. Mund ma verifikosh këtë gjë? Për shembull, në akademi shpesh ti kërkon që të bëj një literature review për një kontekst, ajo bën rrjedhën logjike edhe të jep referenca që nuk ekzistojnë. Pse? Sepse ajo do që ta mbushje të hapësirën që të duket rrjedha logjike e gjës dhe thotë që këtë referencë ka thënë ky autor. Kur i thua që, okay, ma verifikoj një herë këtë gjë, që është e vërtet kjo që po më thua, dhe ai e verifikon dhe nëse nuk e gjen, thot po, këtë nuk e gjeta. Megjithatë, Erman, unë temi në imagjinatën time nisur nga ato temi filma distopik për të ardhmen etj. Sokol, ato filma që janë krijuar në Silicon, ato filma që janë krijuar në Hollywood, ato kanë qenë parashikimi kryesor. Hollywoodi krijon. Ato na kanë krijuar imazhin e të ardhmes. Silicon Valley ka vënë vulën. Domethënë kjo është e habitshme. Unë kur mendoj inteligjencë artificiale, kam menduar gjithmonë si një bibliotekë absolute e dijes. Pra le të themi që mendoja që gjithë informacionet që janë, unë mendoj që është. Unë jam të kundërshtoj këtu me patjetër që ashtu duhet ishte. Ashtu duhet ishte. Pra që ti ajo tonë të shiko. So far, pra deri më sot, për këtë çështje që ty pyet, unë kam këtë informacion. Pra nuk më rezulton që të jetë një gjë e tillë. Sigurisht ajo mëson shpejt. Pra ajo korrigjohet, unë i kam dhënë disa leksione për çështje të caktuara dhe ajo është korrigjuar më një herë. Problemi është nuk janë gjithë temi researchers si mund t'jem unë për shkak profesionit tim. Pra unë do kisha menduar që inteligjenca artificiale duhet ishte një hard disk total i dijes unë të kundërshtoj këtu është me patjetër madje dhe Florenci që tha nuk është magjistar, unë e quaj magjistar, madje nga ato magjistarë digital fantastik. E di pse, çfarë ndodh? Unë shkoj të marr një informacion për një sektor caktuar, një pyetje i gjë, ku do i gjejmë neve? Kështu që ne fix Google-i ai megaserveri i madh global aplikohet, ka të gjithë databazën e informacionit dhe ty të jep një përgjigje, të jep edhe përgjigje interesante. Domethënë të jep të gjitha, kurse ChatGPT apo Copilot ti ta ndajmë, ty të pëlqen që chat inteligjenca artificiale komunikon bukur? Patjetër. Komunikon në mënyrë sensitive? Patjetër. Apo që të jep informacion saktë? Edhe në mënyrë sensitive dhe informacion të saktë. Se kam përshtypjen që je entuziast për shkak se Jo, unë faktikisht për veten time 90%, 95% fantastike, unë e quaj të saktë, sepse çdo informacion që marr edhe pyes, në atë ChatGPT në famshme. Po nëse është 5% i pasakt? Mirë, tash ato 5% ajo. Po nëse është 5% i pasakt një operacion tru? Po mirë, jo, këtu kemi ndryshim. Se nëse të aplikon, patjetër, këtu kemi ndryshim për shkak se nëse do bësh një kirurgji cerebrale ti me anë të atij robotit fantastik Da Vinci Robotic System që ka dalur para 2-3 vjetësh, do thotë që Jo, po aplikoj në Emiratet e Bashkuara duke aplikuar operacione në tru me inteligjencë artificiale. Është maksimalisht shumë e saktë, sepse gjua matematikore nuk gabon. Precizioni është i madh. Që thotë kirurgu, po nuk mund të funksionojë në mënyrë autonome. Një kirurg, domethënë një neurokirurg e aplikon atë për çfarë aplikon? Se po flas neurokirurgjia është temi më e vështirë sot. Po pikërisht është më e vështira, po edhe unë tash dua të pyes ty për shkak për çfarë aplikon robotin ky apo hajt se pa provoj një herë. Ky aplikon për të rritur saktësinë kirurgji, precizioni, gjithashtu ndryshimi i madh, shiko, po edhe marrëzhi gabimit, është shumë i vogël. Marrëzhi është shumë e bukur kur ti merr shembullin tënd personal. Unë kam bërë operacionin në sy. Pra kam pasur miopi, kam bërë operacionin në sy dhe është bërë sigurisht me një operatur robotike se sigurisht kërkon precizion të saktë. Por komandoj nga një mjek.
Sigurisht 100%, mund ta themi inteligjencën artificiale që Dhe si robot që funksionon. ishte i komanduar që në lëvizjen më të parë të temit bebe syrit, ai ndalon në mënyrë automatike. Po mirë, tash ne mos presim që inteligjenca artificiale të funksionojë në mënyrë autonome, tash hajde bëj këtë. Presim të razvondsoj, presim të dhe doktoresha. Po pra, kjo është ide, a e zëvendëson dot inteligjenca artificiale, nuk po se te emocionet do shkojmë më mbrapa, po. Në mënyrë indirekte po? Tek saksia. Në mënyrë indirekte po? Ka rritur diagnostikim, për shembull, ku e përdorim ne ose kush me përdorin dermatologji tek dermatoskopia, që është aparatura që kontrollon nishanet.